Një proces transparent në përputhje me Kushtetutën dhe përmes dialogut është rruga e Partisë Demokratike për të kriju i ri i shtetit. Deputeti Tritan Shehu rikonfirmoi qëndrimin e demokratëve për një kandidat nga radhët e Selisë Blu për postin e presidentit, edhe pse emrat konkret sipas tij do të vinë nga lideri i koalicionit Sali Berisha. Në lidhje me Partinë Demokratike, zoti Berisha ka theksuar qartësisht pozicionin e Partisë Demokratike dhe është një pozicion krejt i drejtë dhe krejt normal. Një gjë e rëndësishme që ne jemi bindur gjithë procesi do zhvillohet në mënyrë transparente, me diskutime, me dialog, me një gjithë përfshirje të faktorëve politik shqiptar dhe padyshim në përputhje të plot me Kushtetutën e vendit. I pyetur nëse mazhoranca duhet i druhet një aleance mes Edi Ramës dhe Ilir Metës për te zgjedhjes së kreut të shtetit pas takimit mes tyre, Shehu thot. Jo, absolutisht, unë nuk shoh asnjë lloj problemi. Unë gjithmonë kam qenë dhe jam për takimet janë të frutshme midis politikanëve. Por deputetin demokrat për ndryshimin në qeveri mund të flitet vetëm pas zgjedhjes së presidentit, pavarësisht disa pretendimeve të ardhura nga radhët e mazhorancës. Kjo është një problem që padyshim nëse do diskutohet mbas zgjedhjes së presidentit dhe që edhe në këtë proces padyshim që roli lider dhe roli propozues, sepse ai që bën analizat dhe sintezën e punës qeverisë është roli kryeministrit.